publike, duket që nuk janë degët e fundit që do ta bëjnë, se do të ketë edhe degë të tjera në për. Çfarë do të ndodhë tani? E para, unë mendoj që kryetari i partisë është mirë për klaset me rezultatin që ka marrë, dhe jo me degët e LDK-s që kanë dhënë maksimumin. Unë mendoj që do të ketë reflektim, unë mendoj që megjithatë edhe kryetari dhe gjithë tjerët që e duan LDK-n do të reflektojnë, nuk është kjo për çështje të inate dhe personale, nuk është kjo për çështje të teke, dhe është për të mirën e lidhjes demokratike të Kosovës dhe reagim dhe papajtueshmëri me vendin e tretë të lidhjes demokratike të Kosovës. Reagim për vendin e tretë. A i bie nëse po kërkohet të dorëheqja e kryetarit Abdi Gjiku, a ka ndonjë plan për ndonjë figurë tjetër që të vendoset në krye të lidhjes demokratike të Kosovës? Është përmendur emri përparim Ramës, kryetarit të Prishtinës, që po përmendet në përkuluare. Unë nuk mund të them për emra, sepse unë konsideroj që ky është një proces më i madh dhe më gjithëpërfshirës dhe nuk lidhet me emër të asnjë individ.